Kreu i Shtëpisë së Bardhë sulmoi ashpër liderët evropian gjatë një interviste dhënë për Politico të publikuar të martën. Mendoi se janë të dobët, u shpreh Trump duke u referuar aleatëve tradicional të Washingtonit, ndërsa e paraqiti Evropën si një grup kombesh që është në proces degradimi për shkak të dështimit në kontrollin e migracionit dhe përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë. Por mendoj gjithashtu se ata duan të jenë politikisht shumë korrekt, ata nuk din çfarë të bëjnë, Evropa nuk di çfarë të bëjë, shtoi republikani. Sulmi ndaj udhëheqjes politike evropiane është më i ashpër që vjen nga presidenti 79 vjeçar deri më sot ndaj demokracive perëndimore. Komentet e liderit amerikan në lidhje me Evropën vinë në një moment të brishtë në negociatat për të dhënë fund luftës ruse në Ukrainë, ndërsa liderët evropian janë të shqetësuar se Trump mund ta braktisë atë vend dhe aleatët e saj përballë agresionit rus. Gjatë intervistës, presidenti republikan deklaroi se Rusia ishte padyshim në një pozicion më të fortë se Ukraina. Rusia është një vend shumë i madh, është një luftë që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë, nënvizoi ai. Trump tha gjithashtu se kishte ofruar një draft të ri të një plani paqeje që disa zyrtarëve ukrainas u kishte pëlqyer, por që sipas tij vetë Zelenski nuk e kishte shqyrtuar ende. Do të ishte mirë nëse ai do ta lexonte atë draft, u shpreh presidenti Shëbaz, duke shtuar se nuk i jep shumë rëndësi rolit të liderëve evropian në përpjekjet për të dhënë fund konfliktit në Ukrainë. Ata flasin shumë, por prodhojnë pak dhe lufta thjesht vazhdon, theksoi Trump, në një sfidë të re ndaj Zelenskit, i cili duket i dobësuar politikisht në Ukrainë për shkak të një skandali korrupsioni. Lideri amerikan përsëriti thirrjen që ai vend të mbajë zgjedhje të reja. Ata flasin për demokraci, por në një moment nuk është më e tillë. Populli i Ukrainës duhet të zgjedhë, deklaroi kreu i Shtëpisë së Bardhë.